Propozimi i Ministrit të Financave, Hekuran Murati, për mundësinë e rregullimit me ligj të pagës të 13 për sektorin privat, nuk është pritur pozitivisht nga përfaqësuesit e bizneseve. Sipas Ergjend Fetahu, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dugaxhinit, kjo ide konsiderohet e parealizueshme në rrethanat aktuale ekonomike në vend, ndërsa Fetahu thekson se sektori privat po as vështirësi të mëdha për të përballuar obligimet ekzistuese financiare dhe për të ruajtur stabilitetin e bizneseve. Ne si Aleancë e Bizneseve shpesh e theksojmë sektori privat, bizneset tona të cilat operojnë në Republikën e Kosovës, gjenden në një situatë jo të mirë dhe jo të qëndrueshme. Nuk kemi një strategji të mirëfillt të qeverisë, duke parë dhe rrethana të cilat që jemi edhe dëshmitar të përditshëm të politikave që janë duke ndodhur. Këto po shkaktojnë dëme të mëdha në aspektin ekonomik të Republikës së Kosovës, tek qytetarët decisivisht, po konkretisht tek bizneset. Dhe mendoj që nëse mendon që qeveria, bizneset mund t'ja dalin të paga 13 që t'i paguajnë bizneset, kjo mendoj që është absurde, sepse bizneset janë duke shtyrë me 100.000 sfida probleme, duke shtyrë të i majtë këtë fuqi punëtore, dhe mendoj që nuk kanë mundësi që pagën e 13 ta paguajnë. Ai apelon për më shumë bashkëpunim ndër institucionat dhe politikat që synojnë mbështetjen e bizneseve në vend të shtimit të barrës financiare ndaj tyre. Sport kemi një qeveri që është qeveri tamam e fuqishme, afatgjat, kemi një parlament që është, jo me një situatë cilën gjendemi politikisht dhe që të kemi politika dhe më thonë që të bashkëpunojnë me komisionet të ndryshme, me organizatat të ndryshme, të nxjerrin një konkluzion të bashkëpunon si qeveri, që të bëjnë një strategji që të përkrajnë sektorin privat. Mes tjerash, Fetahu shtoi se qeveria ka ndarë mjete për sektorin publik, duke anashkaluar sektorin privat. Siç e kemi cekë në intervistat e kaluara, qeveria domethënë ka ndarë mjete për punonësit e sektorit publik. Domethënë ka anashkaluar sektorin privat, kur dihet që 80.000 punonësi punojnë në sektorin publik, ndërsa në sektorin privat punojnë mbi 150.000 dhe ten taksa pagues kontribues qytetarë si që kemi cekë në intervistat e kaluara. Por qeveria domethënë nuk ka marrë asnjë masë konkrete për sektorin privat ose për punonësit e sektorit privat, gjë e cila e mon shtetin dhe e mbush thesarin e shtetit. Po të njëjtë punëtor janë, po të njëjtat biznes janë dhe po të njëjtat këto. Dhe këto 65 milion, të cilat i kanë dhënë qeveria, mendojmë si AKB që po të kishin shkuar në investime kapitale, ngrande, subvencione, duke ndihmuar bizneset e sektorit privat, mendojmë që në këto kohë kishte qenë shumë më mirë dhe shumë më mendshëm kjo punë. Në fund, ai theksoi se pa një mbështetje më të madhe dhe politika konkrete për bizneset, zhvillimi ekonomik i vendit mbetet i rrezikuar.